Ma mitë që adek, se me me që shto nonë. Dorë me këmësi që një vjetë, pa më dhemë, s'po më me shku, të një ku duhet me pagu. Ja të zi që për marrë që verë që krejtë. Tim pas ke pru edhe me dek, pas ke mbëllë me mështin dhe. Përshëndetje dashur shikues të Zarfi e Mërkimtarit. Jemi në qytetin e Mitrovicës, saktësisht tek lagja e doktorëve. Kemi ardhur me vizitu një grua e moshuar e cila jeton e vetme. Po shkojnë api avë nderën, peshojmë qyshe ka gjanin, po e ndihmojmë, po e pyesim se për shka ka nevojë, edhe po shpresojmë që pas publikimit të videos, ne si shoqat edhe ju si njerëz të mirë, mos me harru e me i dalë ndihmë. Hajde. Mirë mëngjes. Qyshi? Mirë, ju të. A je mirë? Apo lodheni. Qa më man? Ishin që ka me bo? A da me safela, ja? Ja, po hajdu nani. A mundu me hi? Po hajdu që më su da. Ja, po qyshe, mos bajgore. Hajde qyshu. Hajde. Hajde që qatë. Hajde, ka dole. Hajde. Apo vjen mullin nga të meje që të? Qyre që po pjo, pa që. A, zotit një muft. Ja të zi që për marrë që verë që krejtë. Po vi nga të e që të. Qyshi? Kur gjyshoj nonë, së mu të dorë me këmësi që një vjetë, pa më dhemë, s'po më me shku, të një ku duhet me pagu. Komën po paralizume, që krej këshia ti, që kjo harim rëngati. Qyshe ki emnin? Me vlyde. Me vlyde? Tahiri. Me vlyde Tahiri. Po. Sa vjet e ki? 83. 83. Po. Mashallah. Jo, dhe mashallah, jo, që ma mitë që adek, se me me që shto nonë. Ja, sa ajtë se ndorë zotit tira. Erdhë me mali për shpinë, ja dhash, në bërë temin e ka marru banesën e ka shtitje të kanë. E unë e përin shpituj, pe pagune e qirenë, po pëse unë të bëhë tokën teme loqë, pëse me ne shpituj. A ki fëmije, Luke? Fëmija, ki? Jo, fëmi, jo, së kam heqë. As gjallë. As lagën, as fëmija, as buras. Bura ke pas? Ti motra sa kate i kam. E, zotit një muft. A ke pas bur? Bura ke pas? Po, të kështë 20 vjetë. Ke 20 vjetë. Po, Zotit e ti shkon buri, as kështë kudo me ma boqë ta. Ma kërëzor shpinë. Po, ka në emën tana, në emën të burit, në emën të kujna o konë? Njerë nuk o konë e më kërkut. Se të njerë një të qeli o konë. Po. E ka shit, e burja e me ka ble tokën. E ka marru shpin, edhe kunati nga të me eqë aty. S'ka pare më shkut avokati me qitin gjyllë. Zotit një muft. Shpia arrauni jem s'pudrit. E këto që saj artë? Të mbanes, që saj artë? Ja ma që 5 vjetë më kalon që të... Që 5 vjetë që të? Tu me qira, a? A e pe pagun. Qysh po jetan, kalzam? Qysh po jetan vetë? Po qështu, që me bo, dikur shmem diqka, dikur diqka, të që ato 2 motra shkoj ka pak qështu. Kuj ki jatë mutra? Cëllë e menë? Kuj janë mutrat? Njona është te Emona që atje, njona që ka te Florenti. A këto afer i pasë, Mitrovic? Po, Mitrovic. Po duhet me pagu njerë o gjys taksin e me shku, se s'mu me që me kraq po dalë. Veç me pëndzi po jetan? Veç me pëndzi? Veç me pëndzi, pasha që të zotë. A këtë që të i la që i përdora? Krejt që të i përdori. Apo të bohën shtrajt? Apo të bohën shtrajt, po thamë? Ba, 70 euro i kom pagu pe penzije, duhet televizorin, duhet ujt, duhet bërlogon. Veç është dikur shmjep 20 euro, dikur 10 euro. Do mozash kur e marim penzijin njona, 21 veç është. Zotit një muft. Unë e kom dhoni që neve ma mirë me tek se që jem gjohë. Zotit një muft e Luke. Jo, atë... Me hangër me pi, apo ki? Me hangër me pi? Po ka pak qështu. Qysh pja banë? Po qështu po bleti diqka që aty i kom pa të adam, i kom hitash me t'i pa dhe pa adam po kur fongur. Oj, Luke. Zotit një muft e Luke. Për qa ki nevoj, kalzam, mas shumë ti? Për shka ki nevoj, mas shumë ti? Po për gjësja vallaj, për shnet, me pas me ble qështu, me pas me ble bukt qështu duhet me hongër që qështu. Zotit një muft, Luke. I sholaj, nona gjithë kore. A mund që t'letër me na qeleve? Që ta, mund është me qelë? Me qelë? Me qelë, po. Po, qështu.
Që kësate, që E po më dridhën tonë me me po. Jo, s'pa boja për shë. Edhe nuk pasha ma ka dhonë me shku më bo për asri. 500 euro për një pekajnë mi dhonë. Nuk shkoj. O, zotë ju rrut, djali jeme. Njëra mi pas me bo, kualim dhere që i këti dhere. Këtu i ki prej mërgjimtarve, prej gurbetit i ki. Qa ke moshtë? O do buke që i ta më ngërtit e bëj gati. Po, a? Apo mund është me dalë të miku me shku? Apo shkaj me taksë, që shpe ma? Me taksë i pasha zotin, se me ma dho Mitrovicën që me esë. Këtu me qa po nëzëjesh në banesë? Që ta kom blek kur e kom shlit. Ma qinë të isha, ki po? Pilon të isha? Po, dhe qashtu Apo mund është? Po, qa me bo po tut, me shtak. Kere thiri një gru që të është e drenicës shumë me mira, shumë. Nuk di që është me tregu, a vjenem një mane me miqu seret e kur e kom ty dorën, armë ka një muaj ma ka lidh, dorën më ka veshë, më ka mathe të nëtë. Unë s'ja upi. Zotë e shpërbleft. Inshallah, më rëzot. Zotë i troj të... E kur s'ka dojt ty për mua, kur s'ka thonë ty për mua. Ka thirë dikush atje, ka lemru, në zyrë atje. Se di kur. Unë s'kom folë më kërkar. Dhe me thonë Luke, nevoj ma të modhe e ki për me blej ilace, apo? Ilace, edhe me hongër me pit. Me hongër me pit e të jo. Edhe me hongër me pit kena blej, po të bina, po të afrujna qëto. Falimindere shumë ju po shret. E për gjo. Allah ju rut. Amin. Një arabe kush është shqiptar. Kalzana ku pra të shkone i ki? Barme? Po, kalzana. Qeqyre dhe aty, dorë që të i dhja. Ku do me tila unë të? Që të port, lej unë i qërë të një kudur. Po pëse mi prujtë dhe to, veç pak. Ja me bo. Ti në pas ke pru edhe me dek, pas ke mbot me mështin dhe. Jo po vëlloj. A na ban halal? 190 me ma bo ju mu halal. Halal e ki? Që jeni arë qa ka. Apo na për cilë? Po, qysh jo. Hajde ka dole. Po. Po, Allah e kërë. A ki nuse? Jo, halo, edhe pak. Mere një qysh e vetë. Gata? Po, jo gatë, veç me marrin sartë. Se të një fare ka i nune. Amen, amen. Të një fare. I ka që e po du me ditë. Skanderaj. Skenderaj e ditën e mirë, e Zotit Trujt, e më pas në onë e babë të Rujt e vladin e krejt. Edhe aty në shumë faleminderit që mi kanë quja u bo Zotit Qabe. Zotit Trujt, ty t'allah shletën. Edhe ty shletën. Shihemi inshallah për mirë. Inshallah. Po hajde në herë për një kafe. Për të mirë inshallah. E qështu, e me rëdhë që t'jallë. Ti me konë s'mi jam i Zotit s'kabe vladë. Zotit Trujt. Hajde, përshëndes. Dashën njerëz të mirë, ata që dojnë me ndihmu Luken, numri i telefonit është 045 340 327. E unë si gjithmonë nuk do të me arru, më ju falenderoj juve që po vazhdoni me gëzuar njerëz. Zoti ju gëzoft.